Ndryshimi drastik i Ledion Liçës para e pas drejtimit të Big Brother VIP. Ledion Liçë ka qenë një figurë e njohur për stilin dhe prezantimin e tij karizmatik, por ajo që bie më shumë në sy tani më është ndryshimi i tij fizik. Krahasuar më parë, para se të merrte drejtimin e Big Brother VIP, moderatori duket tashmë dukshëm më i dobët. Kjo edhe për një sër arsyesh, teksa kujtojmë se pas drejtimit të The Voice, Ledioni mori disa vite të rriqe nga karriera e tij si prezantues, teksa solli në jetë edhe 3 fëmijë. E duket se dasma me Sara Hoxhën në Itali, si dhe jetesa e tij në rritjen e fëmijëve, duket se e solli atë që të ishte jashtë formës fizike. E humbja e peshës po diskutohet së fundmi në rrjet, teksa është vënë re transformimi i tij që prej fillimit të Big Brother VIP e duket se Ledioni e merr më seriozisht se kur dukjen e tij dhe profesionalizmin në punë. Dhe me shaka mund të themi se me këtë djetë fajin e kanë banorët që me debatet e tyre kanë siguruar Ledionit jo vetëm orë punet e gjata, por edhe një regjim dobësimi. Ledioni me të qeshur të gjithë këtë komentim që po bëhet këtë ditë për fotot para e pas Big Brotherit, ka postuar vetë diçka në Insta Story duke thënë: po kështu më kanë bërë hallet e Big Brotherit, shkruan ai me disa emoji me të qeshura, teksa fansat e kanë këshilluar që mos t'u kushtoj aq shumë vëmendje atyre. Ledioni nga ana tjetër ka thënë se ky ka qenë një vit tepër sfilitës për të nga ana profesionale, teksa ka dhënë edhe lajmin bomb ku ka thënë se do jetë viti i fundit që do të prezantoj Big Brotherin, pasi në sezonin tjetër nuk do të jetë më. E kjo ka sjellë edhe përflitjen e emrave të tjerë, pasi Sarban Osmani nuk ka pranuar të bëhet më pjesë e Big Brotherit vitin tjetër.